Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në një vlog të ri. Desha të hapja këtë vlogun që mëngjes, po bëj këtë gjë, bëri atë gjë, një këtu ik atje, brisa ndej këtej, edhe tani erdhi radha. Sapo dola nga dushi, siç duket shumë qartë, sa shumë jam lodhur sot ta mbaj mend, kam pastruar të gjithë bufen nga brenda, kam ndryshuar disa vende, ca rafte, ca i hoqa këtej vurandej, domethënë akoma nuk e kam bërë siç dua. Akoma nuk di se ku t'i vë disa gjëra, e keni parasysh kur mendohesh, është më bukur këtu apo më bukur aty, dhe si përfundim të gjitha gjërat janë brenda në bufe, nuk është se do duken apo ku diun, apo do të shikosh e do kënaqesh sa bukur i ke vënë, bufeja është gjithmonë e mbyllur, po ajo ideja për t'i pasur si me kombinime as si ku diun. Edhe u mora me këtë gjë, sot po aq e lodhshme ishte sa nuk e keni ide, sidomos fakti që ulu ngriu, kjo më lodhi shumë. E pastaj me punë të tjera, edhe kisha nevojë për një dush, që nuk ua shpjegoj dot. Tani po bëj barkun me vaj, prandaj po e fërkoj kështu. Dhe na është bërë si zakon tani që e nisim videon me Temu. Një mini Temu haul që kam këtu tek kjo pakoja e vockël, disa gjëra, dhe fillojmë me të parën këto. Ju kam thënë që kohët e fundit, ose dhe i keni parë, kohët e fundit kam marrë shumë forma të tilla për t'i bërë bukën Loganit, edhe i preferon, sidomos me zemra, do bukë me hart, më kërkojnë gjithmonë. Edhe mora disa të tjera, që këto janë edhe për frutat edhe për perimet, se janë kështu të vockla. Edhe shikoni, janë më duket 9 copë në mos gaboj, kjo si lule. Pas kemi një zemër tjetër, do filloj të fiksohet me këto zemrat ai. Do më thënë e pret frutin kështu tek, ose perimet, ose biskota, ose çfarë, mund të bëj shumë gjëra domethënë. Është kjo në formë ylli. Kjo që nga si ananas. Tjetër. Kemi një si lepurush me 2 vesh, domethënë kështu më duken mua, po besoj, ose si arush. Përpara se të vi Logan t'i bëj fije se po e dëgjoj që po vjen. Kemi këtë që është në formë luleje ndoshta dhe kjo. Kemi një të madhe, si kjo që u tregova, lule më e madhe. Kemi një tjetër, qa është kjo? Nuk e di se çfarë është kjo. Edhe e fundit, kjo është teddy bear. Kjo është arush, ajo ka qenë lepurush tjetra. Edhe kështu, duke i marrë mendjen Loganit, e hip atje te bufeja unë, siç e hipi gjithmonë që e keni parë, edhe bëjmë format bashkë, kënaqet, aq do ai. Ai, domethënë aq duan të gjithë bebat, ti marrësh me të mirë dhe ti tregosh kështu gjëra, ti mbash me muhabet, edhe ti u fusesh tek në një lugë gjallë në dorë, se ndryshe Logan nuk ha. Ka marrë këto, të cilat janë për të vendosur panoramat. Duke qenë se unë akoma nuk e kam vendosur shtëpinë siç dua, them mos t'i bëj vrima mureve kot, por ti ngjis me këto. Edhe pash që këto kishin review shumë të mira, dhe thoshin njerëzit që mbajnë goxha peshë të rënd, nuk bien. Kështu që do vendoset njëra në mur, njëra te panorama, edhe ngjiten njëra, po thiten njëra me tjetrën. Domethënë, se s'duket mirë kjo. Shiko, njëra është kështu, dhe tjetra ka këtë sipërfaqen si me lesh. Dallohet besoj. Edhe nga të dy anët kanë ngjitës që ja heq për ta ngjitur te muri dhe te panorama, dhe pastaj ngjiten bashk. Po thiten, shpresoj që do mbaj, edhe nuk do bien të thyen. Po më duk shumë e lezetshme kjo, thashta marr meqense unë s'po i bëj vrima mureve. Tjetër, kam marrë këto, të cilat janë doreza në furrën për gatim. Asgjë veçantë, po që duhen gjithmonë këto, sidomos unë që e përdor jashtëzakonisht shumë furrën, bëj shumë gatime në furrë se më pëlqejnë shumë. Më pëlqen kjo gjëja. Një cover për telefonin, shumë i bukur. Ka këto ngjyrat e Victoria's Secret, apo që më shkoka tani me peshqir roz me këtë roz. Shumë lezetshëm ky. Një cover tjetër, i cili është ky me Pinokun, edhe me një trëndafil, të jep iden sikur është 3D, po nuk është 3D, është thjesht i stampuar këtu. Po shumë i lezetshëm, pas ka edhe një fjongo këtu sipër. Këtu. Disa lima për thonjt, edhe pse u bë kohë që nuk i kam bërë thonjt, s'kam pas fare nervat merre me thonjt. Po pra, porosita lima sepse e dija që sa të holla që kanë.
që nga shumë të holla, s'm pëlqej kaq. E dija që s'kisha dhe do më duheshin. Unë marr gjithmonë këtë 180, 240. Këtë numër se është goxha e limon shumë mirë domethënë, po zakonisht i marr më të trasha, këto që nga shumë të holla. Po pavarësisht se janë të holla, punën do ta bëjnë, sepse për të limuar limojnë. Kjo ka rëndësi. E duke që se këto konsumohen, normalisht merren her pas here. Edhe disa në këto si tip kunjash, të cilat desha t'i vendose tek një bufe. E keni parasysh, shikojeni këtu? Kështu. Unë i mora me idenë për t'i vendosur të bufeja nga poshtë, të gjitha, edhe të varë filxhanët. Këtu jo filxhanët që nuk futen, po këtu nuk e di, se di qa mund vësh, këtu që janë shumë vogla. Këtë nuk e pas kam vënë re këtë detajin. I pash atje në foto, thash, fiks më duhen këto. Mua i porosita edhe pas e hynë punë Albanit për në gjë, po që janë shumë. Që janë 50 copë këtu brënda. Anyway, diçka tjetër që kam janë këto stikerat e tjerë, që i kam marrë edhe këto, njësoj për të bërë fotografi të barku dhe janë me këtë lulen kështu. Që ju e dini, kjo është një ndër lulet e mia të preferuara. Kush më ka ndjekur, do më thënë në di. Do t'i vendos të barku, tik, në base nesër, që të bëjnë një fotografi të lezetshme, si që bëra me ato stikerat me fytyra. Që se më keni parë fotot në Instagram, po më duket se i vura dhe këtu, në keni parë dhe te videoja. Edhe të njëjtën gjë do bëj edhe me këto, se më duken shumë të lezetshme. Dhe diçka tjetër që më pëlqen shumë te kjo porosia janë këto, që nuk janë për tani, janë për në verë, po janë shumë të bukura, shikoni qik. Ky detaj i goldit një herë, yll. Një pal pupa, një pal sheshka ose një pal balerina, si i quani juve, të cilat janë kështu, duke në gishtat, vishen pa çorape, 39. Ua, po unë i kam përsëri 38, unë i kam këmën 38, pse 39 këto, o t'i gocë. Vishen pa çorape, po ndoshta mund t'i përshtasesh edhe me geta me fundo, duken shumë lezetshëm, kam përshtypjen, po mendoj tani t'i vesh pa çorape, inshallah nuk m'del gishti, inshallah nuk çajnë, nuk e di a do çajnë apo jo. Si rrjet kjo, t'jep idenë që është goxha e fortë. Po do shohim kur t'i veshim, do t'ju mbajta updateuar. Kam pas bler një herë një pal atlete, jo të timu, në një vend tjetër, edhe i vishja për punë. Po duke qenë se isha gjithkohës në lëvizje, në punë, veç kur shofshim kishte dal gishti. Atlete, keni parasysh ato rroba, ato shumë të holla, më kishte dal gishti këtu, atletet ishin zeza, kisha veshur edhe çorape zeza, edhe i kisha bërë thonjt me manikyr të bardhë, që ai manikyr i bardhë, tek atletet e zezat ja bënte mu. Edhe më kishte dalë, jo tamam të më dali gishti jashtë, se du ta kisha ndjerë, po dukej. E ti si më ka rënë pika o goca, kur e kam parë veten time, më ka rënë pika, edhe punoja tek një restorant që isha plot me njerëz. Nuk është isha vetëm edhe. Nuk e di si ja bëra, më duket vesha çizme, ai ndrova, se mbaj mend se ç'a bëra, po më ka ndodhur si eksperiencë, kështu që e di këtë punën e gishtit këtu. Dhe shpresoj që me këto nuk do dali gishti. Më pëlqyen. Dukeshin shumë të bukura të webi, edhe kështu në dorë janë shumë të bukura. Për në verë do jenë fantastike, edhe kjo gjoja këtu jep shumë lezet. Për shahat më bëjnë se që nga 39-ta. Besoj do bëjnë. Kush ngre këmë tani kështu. E ti vesh, jo zoti madh. Këto kisha marrë te timu këtë herë. Kaq. Kodet si gjithmonë i keni te kutia e përshkrimit, ose u alëkshun me të shkruajtur, në qoftë se doni t'i jepni një sy. Tani duhet të vendosin çik kremrat në fytyrë, se nuk i kam vendosur. Sigurisht do vendos ato për natën. Gjatë shtatzanis kam mbajtur një rutinë jashtëzakonisht shumë bazike, tonikun, tek tuk ndonjë serum, edhe kremin hidratues, në mëngjes plus kremin e diellit, nuk kam lyer asgjë tjetër. Ka pas raste që më ka dalë në një puçër, në një shenjë, në një njoll, në një gjë, në një pikë kuqe. Po ashtu që zoti tikën, disa ditë, disa kohë më dolën ca pika të kuqe, sikur domethënë puçra që bëheshin si gjak edhe ngeleshin aty. Më doli një mball, më duket një këtua, ku di unë, po ikën. Shqyr zotit ikën. Edhe përsa i përket shenjave që ju thash të barku, të vlogu i kaluar,
I shikoj një qik, këtu kam një shenjë tjetër, nuk e dia duket apo jo aty. Gjanë më shumë si ta kem gërvishtur, shpresoj mos tjetë e qarë barku. Duket me sy si e gërvishtur, po unë nuk mbaj mend të kem gërvishtur barku, s'kam as thonjë, ku e gërvishta? Kështu që nuk e di, po nuk dua të fiksojmë shumë me këtë barku, se pastaj 1 me 2 do rri në pasqyrë, të bëhet çfarë të bëhet, nuk ka rëndësi. Nga jo më kishte komentuar që ishit bërë një soj, edhe pastaj kishin ikur, nuk e kishte ngelur asnjë shenjë, kështu që shpresoj dhe unë që nuk do më ngeli asnjë shenjë. The fish is so the fish so the found a fish. Kush do të haj atë? Behind this one. Kush do të haj? Yes. Kush do e haj? Do haj Logan? Qa është kjo? It's Logan for you. You did this. Logan for you. Logan for you. I did this way. Po se mos vjen të flesh atje tek i dadit. Më në fund na erdhi krevati i nonos, që me zore kam pritur, edhe është kjo që shikoni këtu. Two apples. Të dyja bashkë, krevati. Do ta heqim të bardhin që ka tani, edhe do flër të ky zemërush i vogël. E kemi marrë të madh, tamam tek, se me shumë mundësi do flër dhe dadi këtu. Edhe do flën bashkë ta, se nuk kam dërmën t'i mbaj andej, bashkë me bebi motrën të gjithë. Me kujdes o shpirt, se vritesh. Je shumë i lumtur, Logan? Je shumë i lumtur, yes or no? Hej. Kështu goca do ta montojmë tani, e do ta vendosim te kjo pjesa e murit këtu. Look, there's do. Kush I bëri ato? Please, very look. Kush I prishi? This way. This was your. Kush I bëri këto vrimat? Ha, aty. This is yes. Aty është yes. Two. Oh, one more time here. One more time here. You bet. Ju gëban, në ma të ndimoj mami. Hap të tani? Wow, look. Da. Okay, I'm waiting. Wait. Okay, I'm waiting. Oh my God. Oh, Dad. Wow! Kujdes. Yeah, what? I'm open. Peki tu da? Da, bir şey. Yeah. I will tell. It's Logan for you. Oh, wait. Aferin hanım. Nasıl sıvazlı? Yeah, I will tell. Yeah. You're chocolate. Wait. What? Sen de böyle bam. Oh my God. Stop it! Let's fly! What? I don't want naughty bird. Mos e tok. It's my... Po hip shik të krevati jot. Давай, стоп, оп. Logan, je shumë I lumtur? Yeah. Yes? Do flesh aty ti? I found it. Yeah, bobo. I found it. Kush e prishi? Atëre bëtanien kush e rregulloi?
Golly this one. Kush e rregulloi atë? Golly nana. Rregulloj, no. U zgjua biri në mëngjes, i tha mami rregulloj pa krevatin të lutem edhe shikoni si e vuri botanien vet. Ndërkohë po i thoja kush e prishi atë pjesën aty në fund. Dhe si përfundim ky është krevati i ri, no. Ata aty e kemi akoma lëmsh, do rri edhe për pak ditaj, pastaj do ta heqim. Shumë i bukur. I kam porositur një tent që do varet domethënë nga poshtë atje sipër komplet. This one. Ço do heqim? This. Jo, e ka lënë dadi aty. I kam porositur disa drita që mendoj t'ja vë këtu në formë shtëpie shumë të lezetshme që s'kan ardhur akoma, edhe me atë perden që do varet do duket shumë bukur. Edhe i kam porositur disa stikera për t'i ngjitur në mur që edhe ato nuk kanë ardhur akoma. Edhe kështu, shiko ç'a bën. Ore çun. Shumë i lezetshëm. Do doja që këto dy sirtarët të ishin një, por janë dy, janë të ndarë. Po të ishin një, mund t'i hapje dhe mund t'a shfrytëzoje këtë sirtarin këtu poshtë, t'i vendosje një dyshek dhe flinte edhe dikush tjetër dhe ishte shumë zgjidhje e mirë, por janë kështu të ndarë, nuk kam ç'a t'i bëj. Kështu e gjetëm domethënë. Po nejse. Të pëlqen krevati jot? I ri? It's big one house. It's big one house, është shtëpi shumë e madhe. Yes, I told you, do ta blej mami si shtëpi, të thash. Që ta kesh të dhama jote bukur. Okej? What's a circle? A vashë re? Jo, nuk është zogu, është i madh. No, this is a soup. Kush? A circle. A soup. Do të kafshoj, unë se ç'a thot se marr vesh. Ska. Jo, mos i tani në tokë, të lutem, mos i bëj pis. Filloj avazi tani. Say. E bëre? Yeah. Finish? Yeah. Mbaroj? Yeah. E bëret bukur? Yeah. Bravo, thank you. Hëgjik, faleminderit. For a daddy. I love you të dua. I love it. Çfarë love ti? I love it, se ç'a love ky, ha. Kjo javë na ka, ose këto 2 javët, a 3 javët e fundit na kanë ikur shumë çuditshëm me blerjet online. I çoj Albanit unë nga Amazoni linkun. Ja tregoj mami ato, po i tregon coverat e mi, ky që u tregova unë. I çoj Albanit unë linkun nga Amazoni për të porositur një shport për bebushkën. Nga që nuk e di pse, po ai Amazoni ma acaron nervat për të porositur online, ndërsa Albani porosit më shpesh se sa unë edhe gjithmonë. Ç'a duan Amazonin e çoj atij. Të tjerat nëpër websajtet e tjera e porosis vet. Edhe porosit Albani sportin që doja unë. Një sport e thjesht, e vogël, duke qenë se kemi mbajtur edhe për Loganin sport, më duket shumë komode për bebet e vogla, dhe thashtë të t'i marrim edhe baby motrës një të tillë. Edhe prit, në ditët e fundit që do vinte, pritëm diku te 1 javë, ose diçka e tillë, po Amazoni nuk vonon më shumë se 1 javë, gjithmonë vijnë shpejt produktet. Edhe në ditën e fundit që ne prisnim që do vinte, veç kur e kontakton shitsi Albanin i thotë shiko ma vjen keq, të lajmëroj, produktin tënd e ka marr postieri, por i ka ndodhur një incident rrugës, edhe i kanë humbur disa pako. Te njëra nga këto pako, do të njëra nga këto pakot ishte pakoja e jote. Jo, nuk pijet ajo. Mbyllet derën se po flu babi. Dëshironi, tha, të dërgoj lekët, apo do një produkt tjetër? Më dërgoj lekët, i tha Albani, s'ka gjë se e porosis vet tjetër. Okej, ja dha lekët ai. Thjesht ndodhi si vonesë, domethënë. Ai kthyen lekët. Kujdes të lutem. Porositëm një tjetër,
Shumë të lezetshme që ka ardhur, doja të tregoj për pak, e porosita unë tek një website tjetër, pastaj shumë e bukur, më pëlqeu. Tjetër, përpara se të porosisnim shportën e bebushes, i kisha porositur Loganit një krevat të ri. Doja që, domethënë, të filloj t'i pëlqej dhoma e vet, t'i duket, o Logan, të lutem me atë pasqyrë. I ka ndej. Vët duart edhe hap kështu, e hap. E mbyll pasqyrën, e hap. E mbyll. I love you mami se ka për gabim. Edhe që t'ja bëjmë dhomën një çik më të bukur, t'i pëlqej, ku di unë të flër rehat se na merroj duke fletur në krevatin ton. Edhe i porositëm një krevat. E porosita në Etsy. Po tash zakonisht s'kam, I love you Logan, s'kam porositur shumë shpesh në Etsy, po edhe ndonjë problem nuk më ka ndodhur. Dhe porosis të krevatin, mu duki çik i lirë, thashun, sepse ishte goxha i shtrenjtë nëpër website-et e tjera që e kisha parë, edhe ky ishte më i liri. Edhe thash Albani, do hajt marrim këtë. Bëj porosin unë. Edhe thoshte që te descriptioni, tek përshkrimi i dyqanit, që ne jemi një familje që merremi me këtë biznesin, edhe çdo porosi që vjen, që bëni juve, ne e provojmë produktin dhe pastaj e bëjmë shipping, kështu që mund të vonoj deri në 3 javë. Dhe vinte nga Spanja. Okej, thashun, në rregull. Presim në 3 javë, pritet s'ka, kur një mëngjes përpara 3-4 ditësh, jo 3-4 ditësh, nuk e di para sa ditësh, produkti bëhet edhe shipping, edhe delivered në të njëjtën kohë. Thashun, si ky, sa e nxorën, sa e çonte posta, këta sa e mori postieri direkt u dorëzua, ndërkohë që mua s'merrti asgjë. Aty kuptova unë që ky produkti ose ky dyqani ishte skam, domethënë na mori lekët edhe nuk na solli asnjë gjë. Fola me bankën, dhe ndërkohë në të njëjtën kohë fola edhe me shërbimin e klientit të Etsy-t, edhe ata më kthyen lekët. Ndes mami. Jo, e ka hequr babi na priza se po karikon ato gjërat që do të qefet. Edhe një blerje tjetër që nuk u bë, po të paktën të dyja këto na kthyen lekët. Si që na ndodhe dhe një gjë tjetër. Prap, e njëjta gjë, domethënë kështu. Unë blerje online që nuk u bë. I love you. I love you. I love you, Tadu. I love you, Tadu. I love you, Tadu. Tadu, Tadu. I love you, Tadu. I love you. Këtë pun kemi tërë ditën, si pushon koja. Edhe kështu me goca, shumë e çuditshme me këto bleret online, se që ndodhi dhe një gjë tjetër. Bleu Albani një rrugic në eBay për ta vendosur brenda në shtëpi, po sa hyn që të fshim këmbët një jashtë një brenda. Të fshim këmbët që të mos futemi me atlete në korridor. Ajo thoshte që ishte e re, e keni parasysh ato rrugicat e thjeshta katrore të vogla të fare për të fshirë këpucët. Nga sipër, dukej shumë e mirë, pjesa e poshtme, ajo si tip plastike, ku di unë qa materiali ka ajo që nuk depërton ujë, komplet e çare, grisur, vrimra, sikur, jo sigurisht e përdorur, po sikur e kishin lënë në diell për një kohë të gjatë, dhe keni parasysh se si çan dielli ato. E dërguam edhe këtë mbrapsht. Nuk bënte as kjo. Nuk e di, shumë e çuditshme me bleret online të kohëve të fundit. Ndërsa kjo është shporta e baby motrës, prisni ta hapi çik kamerën. Më pëlqente shumë që ta kisha në këtë ngjyrën. Ju e dini fiksimin tim për këtë ngjyrë, që nga dhe si kravati i Loganit pothuajse. Edhe kemi marrë me gjithë këtë mbajtësen, që ka disa tapa këtu, i hiqem këto tapat edhe kjo lëkundet, këtë një çik që të flej gjumë. E thjesht nuk është se ka ndonjë gjë të veçantë, po për muajt e parë është fiks. Këtu ka 2 klëfa. I love you Logan, për t'ja hequr e për t'ja vendosur kësaj gjës. Kjo është mbulesa e vackël, e ka pas edhe ajo e Loganit këtë. Si ka t'i kici, baby. Jo, Logan, jo, është baby mota. Jo, Logan është për baby mota, se se vogël, të flet gjumë të mbështillet ajo. A baby mota, su? Kur do ta nxjerrin baby motrën nga barku neve? Hajde, se po bëni muhabet në mëngjes. Shiko që këtu, si do ta nxjerrin baby motrën nga barku? Dal. Baby mota tu, baby mota tu. Ta nxjerrim nga barku, ta fusim këtu, fler gjumë. Po hap kërthizën ky. Juk ben, moj goca, nuk hapet kjo kërthiza, juk ben. Si do t'ja bëjmë? Lerata aty si do t'ja bëjmë? Si do t'ja bëjmë në tani ta nxjerrim baby motrën?
Mirë, hajde të tregojmë të çupave mos bëj rrëmujandi, të lutem. Edhe ka çan këto. Klëfa gjëra kështu domethënë për këtë dyshekun e vockën. E thjesht fare si çdo sport. Edhe kjo. Po më pëlqeu shumë ngjyra. Edhe sigurisht që do ta mbaj tek krevati, nan të krevatit tim, domethënë se do çojmë gjithë ato herë natën. Edhe pra që kosa është e vogël, do flej këtu. Pastaj, ka edhe krevatin e vetë për 5-6 muaj. Kur të vej 5-6 muaj, që mbase atere do ta kalojmë të krevati vetë, sepse të njëjtën gjë kam bërë edhe me Loganin. Ka që kam mbajtur këtu, pastaj e kalova te krevati. Edhe në momentin që do ta kaloj te krevati vetë, sigurisht që do ta vendos direkt në këtë dhomë, jo tek dhoma jonë. Qisme s'krajst. Ky tërditën më puthë dhe më përqafon mua, nuk e di. Ose po kupton që do vi një beb tjetër edhe nuk e di, mbase ka filluar të mbase ka filluar të ndihet xhelos, nuk e kuptoj, po siç më ka puthur edhe përqafuar këto ditë, s'më ka puthur për kohë të gjatë. I love you, mami. I love you, Logan, po kthehemi na mami që të shikoj mami çfarë po filmon. Kjo kamera ime nuk e di se çfarë problemi ka, më humb fokusin. Tani. Oh, kuze happy. Jo, wait a minute, të lutem, prit, do të tregojmë si fillim këtë këtu, çantën. Kam bërë gati çantën e spitalit, por nuk është mbyllur kështu 100%, do t'ju hedh edhe një sy tani, edhe do ta mbyll se vajti goxha vonë. Po shikoja videon time që kisha bërë me Loganin. O zoti madh, si isha lyer, isha bërë, po qeshja me vetën time, i kisha bërë vetë ullat si dalla ndyshe. Nëse edhe ja ku jemi këtu 3 vite, 4 vite më vonë, pas që ma ndjen fare për të lyer më. Oh, yes! Tani prit të lutem me këta mua në përkëm, nuk e dia do çiroj dot. I kam paketuar të gjitha kështu. Në për këto qese, edhe gjithsej kam futur 4 palë ndërresa. 1, 2, 3, 4 qese. Njëra prej tyre është newborn, e vogla fare, se kush është newborn në këto nuk i di. 2 prej këtyre janë 0 deri në 1, dhe vetëm një pako është 0 deri në 3 muajsh. Më duket se kjo është e madhja, 0 deri në 3 muajsh, që besoj nuk do t'ja vesh, sepse mbaj mend Logan, kur lindi, ishte beb 3 kg 820 gram, do me thënë lindi një qik i madh, nuk ishte bebi vogël, ishte gati 4 kg, dhe kur i vesha këto që ishin 0 deri në 3 muajsh, i rrinin të mëdha. Kështu që edhe Logani që ka lindur gati 4 kg, ato të newbornit i bënin fix. Ja, kjo që nga 0 deri në 3 muajsh. Mirë, do ishte t'i shnoja unë. Kështu që kam përshtypjen që dhe bebi motra do veshi këto të newbornit. Thank you so much, baby squad. Dhe çfarë kam futur në një nga këto qeskat? Këtu është I love you, mommy. I love your beard. Të dua. Të dua shpirt. I love you. I love you të dua. Të dua. I love you. Të dua. I love you. Të dua. I love you. I love you të dua. I love you të dua. Dalë qika qik mami se këtë do t'i veshi bebi motrës neve. Të dua. Një sekund, goca mos u mërzisni se as vet nuk i di unë. Kjo më duket? Të lape su. Të lape o birë, të vëjtë Të lape dhe fifi e të lape. Tani 3.4 kg. Qa quhet newborn? Ku e di unë me kile? Me kile 3.4 është lindin ato. Nuk mërë gjë, okej. Duket se kjo është për newborn. Një me vëmë këtë skultra e vëckët fare që do vishet e para. Pastaj sipër do vishet kjo. Juve shikoni apo është fokus? Apo nuk është fokus? Këta kam veshur edhe nonos. Shumë cute, shumë e bukur. Pastaj pas kësaj do vishet kjo roza. E se bukur? Se bebi motrës. Ti kice bebusi. Nëse pipi montana tu, se pipi montana. Nga këtu do t'a vëm atje në shport, bebi motrë. Kjo 3,
kam vendosur një peshqir të voçkël në çdo pako. The baby mota. Janë bijat e bebi motrës, po bebi motra nuk ka bija se është çup. No bija bebi motra. Ky bija I thot bebelinave, që e vete bija, te bilja. Edhe ka ngel emri bija. Edhe bebi motra të ver bija. What's that? Bebelina I thon shqip këtyre, ose Ja. pampers janë këto. Po thoja që kam vendosur edhe një peshqir në çdo pako, mbase do duhet, mbase jo nuk e di. Kaka. Kam vendosur edhe një palë çorape, ti voçkja, ti kitë sa të vogla. Në mi mami të lutem se mi hape me allakate, Logan, please. No, si dhe mamit këtu. O, ty të falë zoti, hajde të regoja çupave. Vajti mori një palë të veta çorape dhe po I krahason. Te kjo pakoja që hapa, pas kam vetëm këto, që kam vendosur brenda, ndërsa tek pakot e tjera kam vendosur gjithashtu plus. I love you, Logan. Edhe një palë doreza, edhe një kapuç. Tani, te kjo roza s'kisha... I love you, Logan. Te kjo roza nuk isha kapuç edhe doreza në ngjyrë roz, prandaj nuk I kam vendosur. Ndërsa te kjo tjetra që e kam me kostumin bezh, kam vendosur edhe të setit të tyre, po të lutem, po kjo nuk do të thotë që këto bezhet nuk mund t'ja vesh me atë rozën, e kuptoni. Thjesht kam bërë këtë ndarjen kështu, e sigur që për herë të parë do t'a veshi njëra nga infermierët, siç veshën edhe Loganin, sa isha unë akoma e mpirë, më tha mua t'a vesh, po vishi I thash, po qa robash do që t'i veshësh, tha për Loganin, I thash vishi që të duash, kap një qese aty tek çanta, edhe ajo mori disa me leporush, që ja veshi dhe unë e kam lënë më njanë Loganit ato robat, se doja që t'jam baja kujtim, robat e para që ka veshur në spital, edhe të njëjtën që do bëjmë edhe me bebi motrën, le të kapi ajo këtë doj, se nuk është se po e vras mendjen shumë e rëndësishme që unë I kam me vete. Edhe siç thash, kam marrë 4 palë në total, shpresoj shumë që të dalë të nesërmen, se me Loganin ndenja një 3 ditun në spital, pas operimit, plus edhe një ditë tjetër, nga që po tentoja do lindja vet, diçka e tillë, edhe shumë jashtëzakonisht u lodha me Loganin. Shpresoj që këtë herë të jetë në kollaj. Pra, përveç 4 këtyre rrobave, kam marrë gjithashtu këtë pellushin, të cilin Logan, në me mamit ato? Kam marrë këtë pellushin, të cilin do t'ja vesh kur ta nxjerr. Ky është 0-1, është I vockël fare. Thank you. Kur ta nxjerrim nga spitali, do ta vesh këtë, edhe pse do jetë në makinë. Ngrohtë, pra bebuskat e vegjël kanë ftohtë, e duhet kjo, si tip xhupi domethënë, këtë kam marrë. Kam marrë këtë batanien, mbase do jetë ftohtë në atë nuk e di, nuk është shumë e trashë, po edhe holl nuk është. Është okay, materiali shumë I mirë dhe këtë e kam marrë edhe me Loganin, të njëjtën batanie. Pastaj, siç pat bebelinat, kam marrë edhe një pako tjetër, edhe pse të gjitha këto 4 pakot kishin nga një, plus një tjetër më vete. Letrat e lagura, rritën e madhe, nuk bën ajo, se do ta karikojmë. I bëra me numra, sepse, oh thank you, figura këtu, I bëra me numra, se sigur që nuk do t'i mbaja mend se kush ishte më e vogla, kush ishte më e madhe. I love you, mommy. I love you, bir. Tash këtu, te kjo çanta. I love you. Kam futur edhe... Jo, more mi kanë nxjerr këtu për sot. Yo. Logan, ku janë kremrat e mamit që ishin këtu? Okay, wait. Për zotin mi kanë nxjerr, kisha futur kremra, kremin e byçës, nuk e mbaj mend çfarë kisha futur tjetër. I love you, mommy. Pas ka futur këtë çanta ime. Do marr edhe këtë çantë. Do marr këtë çantën tjetër. Mommy. I love you, Logan, edhe mami të do shumë. Në të cilën kam futur edhe këtu disa gjëra që do t'i rishikoj edhe një herë. Këto e kisha futur të çantë e bebit. Kam marrë 3 qumshte, këtë biberonin, dhe kremin e byçës, të gjitha së bashku që do vendosen këtu të çantë e bebuskës, edhe këto.
Dhe kam përshtypjen që për bebushën kaq, nuk e di tash do më duhet gjë tjetër apo jo. Këtu janë mbathje, sutjena, një palë streçe që i kam marrë për të dalë, të zeza sigurisht. Gjëra kështu do me thënë të brëndshme, që do më nevojitën patjetër. Këtë pakon, me linesat e mëdhenj. Këtu kam marrë një palë pijame, të zeza edhe këto, që janë me më të gjata, por nuk janë shumë material i trash. Janë material goxha i hollë. Keni parasysh, shikoni kështu? Dhe unë kam futur në çantë edhe këto të tjera, një palë pijame të tjera, po këto janë shumë të trasha. Është bluzë edhe tuta. Dhe po mendoj po sikur ta lë bluzën dhe të marr vetëm tutat që të kem. Jo, mos e lëviz, të lutem. Jo. Ik se po të kërkon babi, ik. Jo, u zgjua dadi, ik ti tash të lutem. Ose po mendoj të marr vetëm pantallonat, se do më duhet më shumë pantallona, të paktën të kem 3 palë just in case. Ato që do dalë, ato të bizhameve të tjera dhe këto. Edhe ta lë atë bluzën se për bluzë sipër, në qoftë se do kem ftohtë, do marr edhe këtë robishanin e bardhë që ju tregova, shumë i butë edhe këta të mbajnë vaj, të kënaqin, unë i preferoj shumë t'i mbaj edhe për në shtëpi, edhe kështu do t'ja bëj. Këto bizhame që do t'i kem bazën, të hollat, po që në qoftë se do kem ftohtë, do vesh të sipër. Në qoftë se do më duhet t'i ndroj pantallonat se mund bëhen pis, nuk i dihet. Do kem këto, do kem edhe streçet, në qoftë se do më duhen tjera, do m'sjell Albani gjithmonë normalisht. Po që këto t'i marrim me vetëm në çantë. Oh my god, put it on a Yes. Po ti nuk do t'i prekësh. Këtu brënd, mos të lutem, be nice. Këtu brënda kam edhe disa farsoleta edhe disa qese. Qeset në rast se do më bëhet pis në një gjë që do ta lidh më veten në qese mos bëhet pis të tjera. Disa farsoleta nga këto të kuzhinës sepse unë nuk e fshi dot fytyrën pasi e laj me asnjë gjë tjetër përveç këtyre farsoletave. Edhe i kam shumë të nevojshme, edhe normalisht që nuk do marr të rrotën e madhe. Po mora vetëm disa aty. Kam kaputur ca i kam palosur. Një kjo, 2, këto me vete. I futa dhe këto pantallonat, le t'jenë, se nuk i dihet. Tutat na duhen gjithmonë. Pastaj, mbathje, të mos e harrojmë. Këtu do kemi. Logan, të lutem, mbyllë derën, please. Nuk e din që se po ju acarojmë këto. Mbyllë derën, please. Këto zhurmat e qeseve, po janë të gjitha të paketuara të ndara në qese se i kam më kollaj normalisht. Këto shapkat që e tregova nga timu, fantastike. Por, në qoftë se spitali do m'japi shapka vetë, do vesh ato që pastaj t'i hedh në plera e të mos i përdor më. Në rast se spitali nuk do m'japi shapka, atëherë do të përdor këto të mijat dhe çorape. Do marr vetëm një palë, 2 palë çorape do marr. Cilat marr këto dhe këto. Me ngjyra nice. Këto që ju thash, në fakt këto të fustët e qeska. Pastaj kam këtë qesen me furçën e dhëmbëve kolinos, këto për gjoksin, kremrat e fytyrës, kaps, lipozan, antidjers, alkohol duarsh, gjëra të tilla. Do fus edhe këto këtu brenda. Edhe besoj që këto janë të gjitha gjërat që kam marr. Nuk e di nëse më mungon ndonjë gjë. Peshqir për bebi nuk do marr sepse ata nuk i lajnë fëmijët, i mbështjellin direkt edhe i veshin dhe në momentin që i nxjerrin nga barku kanë ato peshqirët e vet që i mbështjellin, kështu që nuk do marr. Peshqir për mua për t'u lar nuk do marr sepse nuk dua të lahem atje. Mora me Loganin, koca e mora siç e mora solla në shtëpi sepse nuk u lava, nuk u ndjeva shumë komode për t'u lar, ajo banja e madhe, hy dil, gra, plot atje, pastruese, infermiere e kështu dhe nuk po ndjesha komode që të bëja dush dhe nuk do lahem. E fundit fare do kërkoj një peshqir se nuk u bën ami, do m'japin atje. Dhe nuk e di çfarë tjetër. Për të dalë nga spitali kam ato streçet, edhe nuk do ta vras fare mendjen, mund të dalë edhe me këtë bluzën pijame, e do marr vetëm një xhup, me ato që ose ndoshta do kem edhe rrobat që do vete.
Do vetëm me një palë rroba, me ndonjë kostum sportiv ose me diçka komode sigurisht. Do t'i kem edhe ato plus. Kaq, nuk e di ç'a mund të kem harruar ndonjë gjë. Edhe sigurisht shumë e rëndësishme shënimet e spitalit, që mos ta bëjmë rrugën të vim prap në shtëpi e të marrim ato. S'më vete në mendje ndonjë gjë tjetër. Tashi, help. Ç'a më duhet tjetër? Po besoj që kaq. Për sa i përket pomp për gjoksin, nuk kam bler, edhe me Loganin në maternitet nuk bleva, e bleva më mbrapa, se fillova të mendoja që t'i pompoj qumësh, ta mbaj, ta ruaj, e bëra një herë ose 2 herë, nuk e di maksimumi, edhe nuk e përdora kur më, e hodha në plera të pompëm, kështu që deri tani nuk kam bler. Shpresoj shumë që të mos kem probleme me gjoksin, qofse fillon të ngurtësohet o zoti madh është tmerrshëm, por do më duhet do ta blej edhe këtë më pas. Një gjë që nuk kam bler është një krem për gjoksin, se ndoshta do çahet, edhe ato dhimbet ishin shumë të shpifura, nuk duroheshin, por mbase dalim nesër dhe mbase e blej nesër, inshallah nuk harroj. Edhe kështu. Po ju erdhi ndonjë gjë juve në mendje, më shkruani, më komentoni. Çfarë më vjen tjetër? Sot. I love you, Daddy. Love you, Nana. I love you, Daddy.